Të shtëna me armë në një shkollë austriake 10 viktima mes tyre dhe një nxënëse shqiptare. Një nga të shtënat masive më të këqija në historinë e Austrisë ka ndodhur të martën në qytetin Graz. Një autor, me sa duket një ish nxënës, thuhet se ka hapur zjarr në 2 klasa. Si pasojë aktualisht raportohet për 10 persona të vdekur dhe një numër 2 shifror i të plagosurve rënd. Dhe imazhe që qarkullojnë në internet tregojnë të shtënat rreth kampusit të shkollës mesme, ndërsa nxënës të tmerruar shihen të fshehur në klasën e tyre dhe jo vetëm. Sipas raportimeve, ndërtesa u kontrollua me imtësi, ndërsa autori dyshuar thuhet se u gjeti vdekur në njërin nga tualetet. Thuhet se 22 vjeçari ka qelluar veten me armë. Njeriu ishte një ish student i kësaj shkolle dhe thuhet se konsideronte veten viktimë të ngacmimit. Më herët u raportua se në mesin e viktimave ishte edhe një nxënëse nga Kosova. Burimet pojnë se viktima në fjalë është 15 vjeçare me prejardhje nga Vitia. Sipas informatave të siguruara, bëhet e ditur se nga kjo tragjedi pësuan fatalitet në nxënës, një mësues dhe personi që kreu aktin, i cili dyshohet të jetë vetvrarë në banjën e shkollës. Banorëve u kërkua të shmangin zonën. Zona u rrethua dhe u ngritën 2 qendra kujdesi për njerëzit e shumë të prekur. Rreth mesditës, policia vlerësoi situatën si të sigurt për popullsinë dhe automjetet e emergjencës po largoheshin ngadalë. Bazuar në informacione aktuale, supozohet se një autor i vetëm ishte përgjegjës. Thashë themet se autor të shumt ishin të përfshirë nuk janë vërtetuar ende. Skena tronditse u zhvillua përpara sallës Asko në Gaz Egerberg, ku ishte ngritur një qendër reagimi ndaj emergjencave. Prindrit e nxënësve të prekur shpërthyen në lot dhe kujdesën për ta, dhe ekipet e ndërhyrjes në kriza i gjithrrethi ishte në shok. Policia vazhdon të kërkojë publikut të shmangë zonën dhe të ndjekë në mënyrë strikte udhëzimet e shërbimeve të emergjencës. Prindërve u kërkohet të mos i marrin fëmijët e tyre nga shkolla, por të presin për informacione të mëtejshme nga autoritetet. Së bashku me antar të tjerë të qeverisë dhe kancelari Christian Stocker është në rrugë për në Graz. Një konferencë përshtyp është planifikuar për mbasdite. Në orën 15 udhëheqja e qeverisë do të jap informacione mbi incidentin në shkollën e Grazit.